Unë quhem Gzim Leka, i baj kërkesë gjithë shqiptarëve të ndihmojnë në këtë drejtim se kam 4 ditë për ditë 5 që më ka hu baba nga një varrim në Malsinë e Madhe në Bzhet. Kena kërkuar dhe na ka dhënë një mbështetje të mjaftueshme për Malsinë e Madhe, por deri tani nuk kena asnjë dhanë. Ju kërkoj ndihmë çdo njërit ku do të shohin personin fjalë, është e morë 78 vjeç, na njoftoni, na bëni thirrje, të marrim vesh se ku është ai njeri. Jena shumë shqetësuar për faktin, është një kohë e gjatë, edhe shpresoj të na ndihmoni. Kërkoj thirrje çdo njërit, ku do të shohin, çdo rrugë, çdo cep, na njoftoni urgjentisht. Ju falënderit. Ka një arsye pra, ke një lloj dyshimi se çfarë mund të Nuk kena asnjë problem me askan. Zotnia është 78 vjeç, deri në atë moment është në formë të rregullt. As nuk pin pije alkolike, as nuk ka lëviz shumë, është i patakatshëm, ka shku te miku i vet te Daja se vdes Daja. Ka shku në varrim, nga varrimi është largu. Flitet që është pa duke u qit dorë makinave për me ardhë në drejtim shtëpisë, me ranë në qytet nga Malsia e Madhe, edhe nga ai moment nuk është pa ma. Ka pas probleme mendore thënë apo? Po, tani moshë vjetër, nuk di çfarë them, por jo, është shumë i sjellshëm, shumë i edukuar me çdo njeri që njeh është, domethënë jo sa baba jam se s'ka babë keq kush, është njeri shumë i veçantë. Ka shku vetëm në varrim apo ka Me taksi në dispozicion, me nanën teme në kënë, me kushërim, me nipa, me mesa, komplet fisi, do me thonë, edhe ka ne gjithë natën varrim pranë dekunit, e kanë vunë kryt venit, do me thonë, mahet për njëri i rregullt dhe njëri i mirë. Në cilën zonë ka hunë? Në Shkrel, te kisha e Shkrelit në Bzhet. Ka thënë dikujt diçka për se të largohet në mesazh? Po, besoj se ka një vedin e Lollën, edhe ka kërku për me qu dikush të shtëpia, ka thënë që dhe pagusha 50.000 lek dikuj me më qu të shtëpia, e kanë thënë sa të hambu këtë bëhet varrimi, bazë të rregullave, na qojmë ku do pa në i pagesë. Edhe besoj, nga që mosha ju drillte dora, nuk ka pas besim vedin për me ne iman në tavolin, besoj që është largu në atë mënyrë, se e ka vun vedin para përgjithësisë, ka menu që s'ja del dot me ne iman prapë në kërët venit me njerëzit, edhe është njës për poshtë, për me arë në qytet, nga Malsia e Madhe, për me arë në Shkodër. Atëherë moshat vedin, zeti, mërësia, çdo gjë, por nuk kena si kontakt. Na ka një mu Bashkia Koplikut, me drona, me çdo lloj mënyret, me qenë, kena shku shumë njerëz, marrë malin, marrë, do me thonë nga ku menoshim se mund kënë lëviz, por as si detaj akoma.